historinë e popullit shqiptar, gjurmë të pashlyera kanë lënë edhe figura e personalitete fetare. Në fakt, ata dallohen për personalitet shumë dimensional, që i shëndron në fjalë kyçe për zhvillime të rëndësishme historike, në për të cilat kanë kaluar populli dhe vendi ynë. Sikur janë të gatuar për kohë të rëndësishme dhe misione të mëdha. Lidhja e Prizrenit, një ngjarje që në analet e historisë sonë ka rëndësinë e pakrahasueshme. Për protagonist kryesor ka Myderriz Haxhi Ymer Prizrenin. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të jesh fetar detyrimisht do të thotë jesh edhe adhetar. Madje fetaria e mirë ndikon në kultivimin e adhetarisë sinqert. Ti shërbesh vendit dhe popullit, duke qenë motivuar nga mësimet e pastra hyjnore, nënkupton jo vetëm që të bësh shumë, por atë që e bën ta bësh me përkushtimin më të madh, duke synuar vetëm kënaqësinë e Zotit. Këto detaje i gjejmë në personalitetin e Hoxh Ymer Prizrenit, i cili ishte Hoxh Myderriz dhe deputet në Parlamentin Osman. Angazhimi i tij dikur ka qenë jetik për kohën, e sot është përgjigje ndaj atyre që duan të përbaltin figurat fetare dhe të minimizojnë rolin e tyre kombëtar. Vepra e Myderriz Ymer Prizrenit sot është frymëzim për brezat e ri se si duhet angazhuar për të mirën e vendit, se si duhet bashkuar e punuar të gjithë. Ymer Prizreni ka lindur në Zgatar në vitin 1820. Rrjedh nga një familje fetare dhe me nam. Edhe baban, edhe gjyshin i kishte hoxhallar. Ky i fundit, gjyshi i tij, quhej Ali dhe e kishte themeluar xhamin në Zgatar të Opojës. Ndërsa i ati babai, që quhej Sulejman, kishte shërbyer si mësimdhënës në medrese dhe imam në disa xhami të Prizrenit. Sigurisht se kjo përgatitje fetare që kishin dhe krahas saj edhe të mirat materiale që posedonin, pasi që ishin pronar dyqanesh dhe mullinsh, do t'i shtynte që të kujdeseshin për edukimin dhe shkollimin e fëmijëve të tyre. Kështu, ne gjejmë Ymerin bashkë me dy vëllezërit e tij, Aliun dhe Osmanin, tek marrin mësime të çmuara. Çdo tekst që nuk promovon dijen, apo që bën thirrje për përjashtim të gjinive në kërkimin e dijes, është i pasakt. Sikur që çdo thirrje kundër dijes dhe shkollimit është e kopshme dhe në shpërpudhje të plot me fenë dhe mësimet e saj të pastra. Prandaj, jo rrallë ne gjejmë hoxhallarët tek janë bajraktar në shkollimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre, djemë dhe vajza, për ta dëshmuar praktikisht islamin e vërtet. Ndërsa flasim për biografinë e Ymer Prizrenit, me keqardhje më duhet të konstatoj se pavarësisht atyre punimeve që janë bërë rreth tij, atyre monografive, sesioneve, tribunave shkencore, që janë mbajtur për Haxhi Ymerin dhe biografinë e tij, prap të dhënat biografike për të kanë mbetur të varfra dhe deri diku të pambështetura në burime relevante. Madje, siç shënon një studiues në atë Krasniqi, ka pasur edhe tendenca që ta vënë në dyshim dhe ta mjegullojnë rolin dhe meritën e Haxhi Ymerit në drejtimin e organeve më të larta të lidhjes së Prizrenit. Haxhi Ymeri ndoqi shkollën fillore dhe të mesme në vendlindje. Më pas shkoi në Stamboll, ku studioi teologjinë dhe jurisprudencën fetare. Nga ajo që kemi mësuar për sistemin arsimor të asaj kohe, mund thuhet se përfundimi i suksesshëm i shkollave fillore dhe të mesme ka përgatitur mjaftueshëm kuadrat. E nëse kësaj i ashton edhe përgatitjen jashtë vendit,
atëherë mund të themi lerisht se Ymer Prizreni vërtet ka qenë i thirrur në shkencat fetare. Një pjesë e madhe e elitave tona kanë mbaruar studimet në Stamboll. Kjo mbase edhe për shkak të pozitës që ka pasur Stambolli si kryeqendër e perandorisë osmane, ku janë mbledhur dietar e shkollar nga e mbar bota islame. Pra Haxhi Ymerin thuhet se ishte një poliglot. Përveç gjuhës samtare, fliste gjuhën arabe, turke, frënge, ndërsa kishte njohuri edhe nga gjuha gjermane. Pas mbarimit të studimeve, Haxhi Ymeri do të punonte në fushën fetare, si imam në xhamin Bayrakli, si mësimdhënës në medresen Gazi Mehmet Pasha në Prizren dhe si mufti i Prizrenit. Por, për shkak të rrethanave të krijuara, respektivisht për shkak të luftës ruso-turke, do të detyrohej që të shtrinte angazhimin e tij edhe në rrafshin advetar. Do të organizohej për mbrojtjen territoriale të trojeve tona. Në fakt, Haxhi Ymeri do të ushtronte edhe funksione tjera të rëndësishme, si atë të deputetit në Mezhlisin Osman në Stamboll, ose më qartë, ishte përfaqësues i Sanxhakut të Prizrenit. Do të antarësohej po kështu në Komitetin e Stambollit, që kryesohej nga Abdyl Frashi. Në janarin e vitit 1878 do të kryesonte mbledhjen e Komitetit të Prizrenit, ndërsa më vonë atë vit, gjithsesi në qershor të atij viti, do ta themelonte lidhjen e Prizrenit. Në janar të vitit 1881 ishte zgjedhur kryetar i qeverisë së përkohshme autonome. Sigurisht se kjo punë ka kërkuar mund dhe sakrificë të madhe. Janë dy elemente që mund thuhet se kanë karakterizuar punën e tij dhe kanë ndikuar në suksesin e Haxhi Ymerit. E para është influenca dhe reputacioni që kishte, dhe e dyta, angazhimi i vazhdueshëm dhe sistematik duke shkuar e vizituar të gjitha trojet shqiptare me qëllim të ruajtjes së tyre nga coptimi. Haxhi Ymer Prizreni ishte një lider që ishte përkushtuar për vendin me tërë atë që posedonte. Shtëpia e tij ishte një odë, një vend takim për një dekadë për organizim të aktiviteteve dhe për bashkërendim të punëve për të mirën e vendit. Një element tjetër për cilin dallohet Haxhi Ymeri ishte vizioni i tij për të ardhmen. Nuk mund të shkojmë tutje nëse nuk kemi njerëz e kuadro profesionale, prandaj kushdo që lexon biografinë e tij do të gjejë se si Haxhi Ymeri nga të ardhurat e tij personale ndihmonte nxënës dhe student shumë. Investimin e këtill e shehte investim në të ardhmen e shtetit. Haxhi Ymeri ishte i përkushtuar për dije në të gjitha aspektet e përfitimit dhe përhapjes së saj. Thoshte, dituria është më e vlefshmja nga bukuritë që jeta ne ka ofruar, për ta nxënë atë tokë e shkëtir kam kaluar. Në këshillat për të diplomuarit e rinj, përveç tjerash, Myderrizi ynë shkruante kësaj: ju porosis që t'jeni të devotshëm ndaj Allahut, sepse devotshmëria është gjëja më e rëndësishme. Ju porosis ta shfrytëzojmë kohën duke bërë gjëra të mira, ta përmendim Zotin, që të mos shoqërohemi shumë me njerëz sepse shoqërimi na humb kohën, që të mos e sakrifikojmë ahiretin për dynjan, të sillemi mirë me njerëzit, t'i falim ata që na kanë bërë keq, t'u aplotësojmë njerëzve nevojat që kanë, të shoqërohemi me njerëzit e mirë, sidomos me ata që janë të varfër, që të edukohemi me edukatën e tyre. Kohët e vështira sigurisht se lindin heronj të mëdhenj. Ato kërkojnë dijen dhe guximin, vizionin dhe vendosmërinë. Përballë ndryshimeve që rrezikonin të ardhmen e trojeve tona, nuk kishte se si të mos qohej Haxhi Ymeri. Lidhja e Prizrenit është më shumë se thjesht një organizim dhe mesazhet e saj janë më shumë se thjesht një paknetësi dhe revolt.
e mbajtur në xhamin Bayrakli, ku edhe shërbente Müderrizi ynë, dhe e përbër në pjesën absolute nga përfaqësues musliman, ajo flet për qëllimin e vërtet të lidhjes, për misionin e saj, për përfaqësuesit dhe bindjet e tyre. Lufta ruso-turke e viteve 1877-78 i dha goditje të rënd fuqisë osmane në Ballkan, duke lënë perandorisë osmane në zotrim vetëm vilajetet shqiptare dhe Ballkanin lindor. Nga fundi i vitit 1877, qëndresa u bë e vështirë. Me 13 dhjetor 1877, Serbia i shpalli luftë perandorisë osmane, edhe Mali zi pashtu. Të dy shtetet mbështeteshin nga ushtria ruse dhe i shtrin sulmet e tyre në Shqipërinë veriperëndimore dhe verilindore. Gjatë kësaj lufte, ushtria serbe shpërnguli dhe dëboi shumicën e popullsisë muslimane në Sanxhakun e Nishit dhe rrethinat e Toplicës drejt vilajetit të Kosovës, duke rritur trazimet që para përgatitën frymën e lidhjes si kundërpërgjigje ndaj krizës së madhe lindore. Duroja shqiptarëve se mos territoret e tyre do të ndaheshin mes Malit të Zi, Serbisë, Bullgarisë dhe Greqisë, i mbushi me zell për të bërë qendresë. Në traktatin e parë të pasluftës në Shën Stefan, u nënshkrua dorëzimi i disa territoreve të perandorisë osmane, ndërto edhe territoret banuara me shqiptarë. Perandoria austro-hungareze dhe Britania e Madhe e bllokuan marrëveshjen, duke qenë se do të jepte Rusisë pozicione kyçe në Ballkan, duke prishur kështu peshoren e fuqive të mëdha. Për ta zgjidhur këtë çështje, një konferencë paqeje u mbajt po atë vit në Berlin. Këtë situata çoi në organizimin e shqiptarëve me këshillimin e Stambollit në Këshilla Vendore për të mbrojtur territoret e banuara nga shqiptarët. Me 10 qershor 1878, përfaqësues nga paria shqiptare e vilajetit të Kosovës u mblodhën në xhamin Bayrakli në Prizren për të ngritur një platformë si kundërpërgjigje ndaj vendimeve të marra në traktatin e Shën Stefanit. Në mbledhjen e Paris me 18 qershor, u radhitën qëndrimet e mbajtura në një shkresë të vendimeve të quajtur kararname, që u firmos nga 47 përfaqësues të kazave të vilajetit. Shpallja e kuvendit të Prizrenit në mbrojtje të njësisë së trojeve shqiptare, sikurse dhe në sa akte tjera të miratuara anë kënd viseve para dhe pas këtij tubimi, janë nënshkruar nga pashallar, bejler e ulema musliman. Ata përfaqësonin qëndrimin e shumicës mbizotruese të popullsisë së vendit. Megjithë këtë, për shkak se çështja kishte të bënte me trojet dhe nevojitej bashkim e bashkëpunim me të gjithë, prandaj ne gjejmë elementin kombëtar si unifikues pavarësisht dallimeve në përkatësitë tjera. Dhe meritat për këtë i kanë personalitetet muslimane. Akademik Pajazit Nushi, nga lidhja e Prizrenit, kishte arritur që të nxjerrte 3 mesazhe kryesore. E para, mesazhin për pavarësi politike të kombit shqiptar, e dyta, mesazhin për drejtën për të jetuar në shtetin e vet, dhe e treta, mesazhin për emancipim kulturor të shqiptarëve në shtetin e tyre të përbashkët. Lidhja e Prizrenit kishte edhe synimet e saj arsimore. Në vendimet e datës 1 nëntor 1878, përveç tjerash shkruaj: të gjithë nëpunësit që do t'jenë në Shqipëri duhet të dinë shqip. Të përhapet arsimi dhe në shkollat mësohet shqip dhe të ndahen mjete për zhvillimin e arsimit në trojet tona. Lidhja e Prizrenit dëshmoi rëndësinë e bashkimit dhe unifikimit karshi rreziqeve. Nga të gjitha trojet shqiptare u bën bashkë dhe vepruan kundër kërcënimeve, pasojat e cilave do t'i vuanin të gjithë. Lidhja e Prizrenit nuk do të ndikonte vetëm tek shqiptarët, por edhe tek të tjerët. Pra, ishte frymëzuese për faktin se nga vendimet e superfuqive të kohës prekeshin të gjithë,
Prandaj të gjithë duhet të reagonin. Midorize ynë i nderuar vdiq me 12 qershor 1887 në Ulqin, duke lënë pas vete një trashëgimi të bujshme. Dikur një prind pas kështën, pasuria më e madhe që një prind mund t'ia lë fëmijëve është reputacioni i mirë. Tani paramendoni çfarë pasurie e madhe dhe me vlerë është që këtë reputacion t'ia lësh jo një fëmijë, por një popullit të tërë, siç ka bërë Haxhi Ymer Prezreni. Haxhi Ymer Prezreni duhet të studiohet edhe më shumë, sepse veprat e tij kanë për t'i dhënë shumë këtij populli. Ne duke shikuar në të kaluarën, mund ta ndërtojmë sigurt të ardhmen. Në këshillat dhe porositë e personaliteteve tona, ne gjejmë frymëzimin për të punuar për vendin. Ne gjejmë nivel të lartë të vetdijes që në rrethana kritike na bën të bashkohemi për interesin e përbashkët. Nga vepra e Haxhi Ymerit mund të shkoqisim disa mësime me rëndësi. Bashkëpunimin për interes të përgjithshëm, luftimin e fanatizmit të materializuar në qëndrime krahinore, lokaliste dhe provinciale, vendi është mbi të gjithë dhe të gjithë duhet të punojmë për të, vizionin për të ardhmen e vendit, duke investuar në edukim dhe në arsim, vizionin për veprat të cilat duhet të kenë efekt të rrjedhës, respektivisht të punojmë jo vetëm për kohën tonë, por të mendojmë edhe për brezat dhe gjeneratat që do të vinë pas nesh. Zotin lutim që Haxhi Ymer Prezrenin ta ketë shpërblyer dhe ne të ndjekim rrugën e tij dhe të gjithë atyre që kanë punuar për të mirën e këtij vendi. Deri në takimin tonë të radhës, Zotin e los që të na ketë nën përkujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.